Mendimi im personal, sa i përket zgjedhjeve qendrore me 28 dhjetor 2025, është që Mërgata në përgjithësi është shfrytzuar nga subjektet politike të Republikës Kosovës në përgjithësi, dhe asnjëherë nuk ka marrë një shpërblim i cili të ketë përfaqësues të vet në Parlamentin e Republikës Kosovës. Është folë shumë që Mërgata na duhet, Mërgata realisht është motori kryesor i shtetit të Republikës Kosovës, sepse kemi miliona dërguar në Republikën e Kosovës nga mërgjimtarët tonë për familjar dhe shërbimeve tjera. Dhe kështu që Mërgatës nuk ju ka kthyer asnjë gjë mbrapa në të mirën e saj. Dhe në atë shkrim dhe në atë ide, të cilën e kam bërë publike në rrjetet sociale, ka qenë që SPAKU, partitë politike, të cilat synojnë Mërgatën, të futin në listën e tyre SPAKU dhe kandidat nga Mërgata. Dhe njëkohësisht i kam bërë thirrje presidentes që ta merr shumë seriozisht pse lista sërbëske të ketë 10 vende të rezervuar dhe Mërgata, e cila është motor kryesor i shtetit të Republikës Kosovës, sa i përket pjesës financiare, po folim edhe shumë gjërave tjera, mos t'i ketë ato 10 vende. Kjo është një diçka që mu më pengon realisht edhe si qytetari i Republikës Kosovës. Më shumë ka përfituar vetvendosja nga Mërgata dhe përveç kësaj si janë raportet e partive tek njerëzit që kanë përfshirë. Pra kush ka përfshirë më shumë individ nga Mërgata në lista? Flasim për zgjedhjet e fundit të 9 shkurtit. Me 9 shkurt ne kemi pas disa persona të përfshirë në listat e subjekteve politike, por që nuk janë mjaftueshëm. Realisht nuk janë mjaftueshëm sepse Mërgata ka personalitete ndryshme në përgjithësi kudo që janë, ka personalitete ndryshme dhe njerëz shumë ma kompetent në aspektin politik dhe në aspektin e përfaqësimit të Mërgatës. Unë i kam pa disa njerëz, kanë fituar disa, kanë bërë vota, dihet kuptohet se si kanë bërë vota, në 9 shkurt më së shumti nga Mërgata realisht nuk ka fituar vetvendosja, por ka fituar LDK-ja. Dhe se si janë fabrikuar dhe në çfarë forme, prokuroria ende nuk ka jap një verzion, sepse është pa kuptim një votë e tillë, jo që vetvendosja, por ose PDK-ja, por një votë e tillë e fabrikuar dihet plotësisht ka pas një tren bullgar në votimin. Tren bullgar pra që te ka bërë LDK-ja, po më thoni? Po, kam bërë, me ta thonë drejtën, kam bërë përfaqësues të cilët janë diplomatik në Republikën e Kosovës dhe gjithsesi në misione diplomatike, po që janë në petkun e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kam bërë një diçka që unë e di fort mirë se si ka ndodhur, dhe e din edhe prokuroria, e din edhe qytetarët, dhe kështu që ne nuk kemi nevojë me mohu as me i pohu realitetin, sepse realiteti është i dukshëm. Jo, po thoni që të gjithë e dinë përveç drejtësisë. Po, unë shpresoj që prokuroria të merr masat e nevojshme, sepse kuptohet se si dhe çysh është zhvilluar votimet si në Stuttgart apo në Zvicër për LDK-n. Dhe si janë pri dhe si kanë bërë votimet. Njerëz në regjistru për shembull në votu me post, me pastaj në përfaqësi diplomatike, me pastaj ju kanë ndryshuar në votimi është bë me post dhe këto duhet prokuroria speciale ushdisht të merr masa bashkërisht me komisionet tjera edhe brenda Komisionit Qendror Zgjedhor dhe të shikojnë se si dhe në çfarë forme është bërë votimi. Nuk jam kundër ndonjë përfaqësuesit Mërgatës që fiton, unë përkundrazi respektoj dhe mendoj se sa më shumë nga Mërgata të kem kandidat,
dhe përfaqësues në Parlamentin e Republikës Kosovës është më mirë edhe për skenën politike, sepse mendohet ndryshe, kuptohet ndryshe dhe veprohet ndryshe nga të tjerët për shkak emancipimit dhe kulturës tjetër të cilën e kem realisht në Mërgim, sepse në Mërgim nuk kanë ndryshuar skenat e çështjeve nacionale kombëtare, ndërsa në Kosovë kuptohet sepse kanë interesin politik grupor dhe në bazë të atij interesi veprojnë.